Përshëndetje të dashur dëgjues, sot do t'ju tregoj një histori që të ngrin gjakun, një histori dhimbjeje, padrejtësie dhe të vërtetës që vonon, por nuk mungon kurrë, më akuzuan për vrasjen e babait tim. Një njeri që, më kishte bërë shumë keq, që më kishte rrahur, më kishte ulur, më kishte bërë të ndihesha i pavlerë, por që kurrë, as në ëndrat e mia më të errëta, nuk do ta kisha menduar ta vrisja. Kur policët më vun prangat, sytë e tyre më shikonin si të isha një përbindësh. Fqinjet më përfolën, media më gjykoi dhe unë humba gjithçka. Përveç ndërgjegjes sime të pastër, por e vërteta. Ajo që shumë nuk e donin të dilte. Doli më në fund në dritë, babai nuk ishte vrarë nga unë, por nga një njeri që i kishte borxhe, një njeri që donte të fshite gjurmët e veta duke më bërë mua fajtorin ideal. Kjo është historia e një djali që përjetoi ferrin në tokë, por që më në fund mori drejtësinë që i takonte. Nuk do ta harroj kurrë atë mëngjes. Qielli i Tiranës ishte i mbuluar me re gri dhe zhurma e makinave poshtë dritares sime më dukej si një korr pa frymë. Sytë më ishin rënduar nga netët pa gjumë dhe duart më dridheshin ndërsa ndizja një cigare të vjetër që më kishte mbetur në tavolinë. Ishte dita që gjithçka ndryshoi, dita kur më arrestuan për një krim që nuk e kisha bërë, për vrasjen e babait tim. Jetonim në një lagje të vjetër, pranë kombinatit. Shtëpia jon ishte e vogël, me mure të plasaritura dhe dritare që mezi mbanin erën jashtë. Babai, Luan Hoxha, kishte qenë dikur punëtor ndërtimi, por vitet e fundit kishte rënë në një humner që e rënoi plotësisht. Pinte çdo ditë, e më pas kthehej në shtëpi për të nxjerrë gjithë mullefin mbi mua dhe mbi nënën. Nëna kishte ndërruar jetë para 3 vitesh nga një tumor në mushkëri, një sëmundje që erdhi e heshtur dhe iku duke na marrë shpirtin. Pas vdekjes së saj, gjithçka u errësua, e kujtoj ende zërin e babait kur kthehej i dehur. Ti si asgjë, Ardit. Asgjë. Nuk bëre dot asgjë për nënën tënde. As për veten tënde. Dhe unë heshtja. Heshtja ime ishte mburoja ime. Më kishte mësuar jeta që me njerëz si ai, fjala është zjarr, më mirë të heshtësh se sa të digjesh. Punova në një servis makinash, një punë që mezi më siguronte bukën e përditshme. Çdo mëngjes dilja herët për t'i shpëtuar britmave të tij dhe kthehesha vonë për të gjetur shtëpinë në heshtje ose në rrëmuj. Kishte ditë kur e gjeja të shtrirë në 2 sheme me shishe bosh rreth e rrotull, e kishte ditë kur më priste te dera, i gatshëm të më godiste për ndonjë arsye që vetëm ai e dinte, por edhe në gjithë atë errësirë, kurrë, asnjëherë, nuk e kisha menduar vdekjen e tij. Më vinte më shumë keq për të se sa mullef. E shija si një njeri të humbur, të thyrë nga jeta, që kishte harruar si të jetonte. Një javë para ngjarjes, ai kishte filluar të fliste me një ton të çuditshëm. Dëgjoja që fliste në telefon, gjithmonë me të njëjtin njeri. Nuk e dija kush ishte, por çdo herë që mbyllte telefonin, ai pinte më shumë. Një natë e dëgjova të bërtiste, unë do t'i kthej paratë, more. Mos më merr për budalla. Nuk jam njeri që fshihet. Kaq dëgjova. Pastaj derën që përplasej fort dhe shishen që binte në 2 sheme, të nesërmen, ai ul përballë meje në mëngjes. Ishte hera e parë pas shumë kohësh që nuk fliste me ton urrejtës. Ardit, tha, nëse ndonjëherë më ndodh gjë, mos e beso asgjë që do dëgjosh. Asgjë. Fjalët më mbetën në kokë. Nuk i kuptova atëherë, por më pas ato u kthyen në mallkim. Ajo natë ishte e ftohtë. Po kthehesha nga puna, rreth orës 10:00 të darkës. Rrugicat ishin bosh, ndriçuar vetëm nga dritat e zbeta të shtyllave. Kur hyra në lagje, pash derën e shtëpisë hapur. Zemra më rrahu fort. Baba. Thira, por asnjë përgjigje. Hyra brenda dhe ndjeva aromën e alkoolit përzier me diçka tjetër. Një erë e rëndë, metalike. Kur ndeza dritën e kuzhinës, pash babain të shtrirë në 2 sheme. Gjaku ishte përhapur si një pellg i errët rreth tij. Në ato sekonda, bota u ndal, u ula në gjunjë dhe e preka. Ishte i ftohtë. Nuk di sa kohë kaloi derisa dikush trokite në derë.
Fqinji im, Iliri, që gjithmonë përgjonte ç'bënim, kishte dëgjuar britmat e mia kur hyri dhe pas skenën, tërhoqi mbrapa meje dhe thiri policin. Policia erdhi shpejt. Pyetje, foto, zhurmë, drita. Gjithçka si në ëndër të keqe. Njëri prej tyre më mori mënjan dhe më pyeti, ku ishe sonte, Ardit? Në fillim u përpoqa të shpjegoja gjithçka, orarin e punës, punëdhënësin tim, kolegët që më pan ikjen time në orën 8. Por pamja e tyre tregonte se ata tashmë e kishin bërë gjykimin e tyre, ka pasur konflikt mes jush, apo jo? Ka pasur, po jo aq sa, e ke pranuar vetë që të ka rrahur. S'do mend që kishe arsye. Nuk dija ç'të thosha. Si mund të mbrohesha kur çdo gjë dukej kundër meje, pas pak orësh më vun pranga. Ishte hera e parë që ndjeva çfarë do të thot padrejtësi e pastër. Ndërsa më fusnin në makinë, dëgjova zërin e fqinjëve që flisnin, e kishte paralajmëruar, e kishte thënë që do ta vriste. Po kush tjetër? Djali, normalisht. Në atë moment, mu duk sikur ajri më mbyti. Fjalët e tyre më ndodheshin si thika në gjoks, në komisariat, ora kishte humbur kuptimin. Dritat ishin të forta dhe duart më dridheshin. Një oficer më shikonte drejt në sy dhe më pyeste, pse e bëre? Nuk e bëra. Po pse të gjithë po thonë që ke pasur probleme me të? Sepse kemi pasur, por unë nuk do ta vrisja kurrë. Ai shkroi diçka në bllokun e tij, pastaj u ngrit. Të tjerët e kanë dëgjuar që ziheshi. Dëshmit nuk janë në favorin tënd. Ndaj do qëndrosh këtu derisa të kemi më shumë prova. Kalova 3 ditë në qeli, pa e ditur çfarë po ndodhte jashtë. Në mendjen time, përsëritja të njëjtën frazë, unë nuk e bëra. Ishte si një lutje e pafund, një mantra që më mbante gjallë. Por askush nuk donte ta dëgjonte. Pas 3 ditësh, erdhi një hetues i ri, me sy të lodhur por të sinqertë. Ai më tha, Ardit, dua të pyes diçka ndryshe. A e di nëse babai yt kishte borxhe? U shtanga. Po, mendoj se po. Kam dëgjuar që fliste në telefon me dik përpara. Ke ndonjë ide me kë? Tingëllonte si ai Iliri, fqinji im. E njihte prej kohësh. Hetuesi ngriti vetullat. Iliri? Ai që njoftoi policin? Po. Ai shënoi diçka dhe më pa drejt. Faleminderit. Do ta verifikojmë. Në ditët që pasuan, brenda burgut ndjeva për herë të parë frikën e vërtetë. Jo vetëm për veten, por për faktin që isha i pafuqishëm. Njerëzit brenda më shikonin si vrasin e babait të vet, disa më përçmonin, të tjerë më shikonin me mëshirë, gjë që ishte më e keqe. Një natë, një i burgosur më tha, mos e merr shumë në zemër, o djalë. E vërteta del gjithmonë. Por ai nuk e dinte sa e gjatë është rruga drejt asaj të vërtete. Në një nga seancat e paragjyqësore, më ulëm përballë gjykatësve dhe prokurorit. Ai lexoi akuzën me një ton të thatë, Ardit Hoxha. I akuzuar për vrasjen e babait të tij, Luan Hoxha, me qëllim hakmarrjeje pas konflikteve të vazhdueshme familjare. Fjalët më binin si gur mbi kokë. E shikoja rreth e rrotull dhe shija vetëm fytyra që më shikonin me urrejtje. Në rreshtin e fundit pash Ilirin, fqinjin që më buzëqeshi lehtë. Një buzëqeshje e ftohtë që më ngriti gjakun. Diçka në të nuk shkonte. Në javët që pasuan, filluan të dalin gjëra të çuditshme. Një ditë, hetuesi më solli disa dokumente. E di çfarë është kjo? Tha, ishte një kontratë e firmosur nga babai im dhe një firmë e vogël ndërtimi, ku garantonte një shumë parash. Në fund, kishte një nënshkrim tjetër, ai i Ilirit. Duket se kanë pasur marrëdhënie financiare. Borxhe, tha hetuesi. Do të shohim më tej. Në atë moment, një ndjenjë e thellë u zgjuar brenda meje. Ai njeri që bëri sikur më ndihmoi, që njoftoi policin, mund të ishte i përfshirë. Fillova të kuptoj që dikush po përfitonte nga heshtja ime. Gjatë hetimeve, doli se Iliri I kishte borxh babait tim një shumë të madhe parash, rreth 10 milion lekë të vjetër.
Kishin bërë disa marrëveshje për tokë, por gjërat kishin shkuar keq. Babai im e kishte kërcënuar se do ta denonconte dhe ai, nga frika dhe borxhi, kishte filluar ta ndiqte. Të gjitha këto i mësova më vonë, por në ato momente isha ende i mbyllur, i vetmuar, pa asnjë provë që të më shpëtonte. Vetëm besimi i vogël që hetuesi nuk më shikonte si fajtor më mbante gjallë. Një natë, teksa isha ulur në dyshemen e ftohtë, më erdhi në mendje fytyra e babait. Ishte një kujtim që më lëndonte, por në të njëjtën kohë më mungonte. Ai ishte i ashpër, por ishte babai im. Më kishte mësuar të mos dorëzohem. Dhe në një mënyrë të çuditshme, vendosa të mos dorëzohesha. Jo tani. Jo pa e zbuluar të vërtetën, kur më liruam përkohësisht në nënhetim, u ktheva në lagje. Njerëzit më shikonin me sy të dyshim. Disa ndëronin rrugë kur më shihnin. Disa flisnin pas shpine. Vetëm një grua e moshuar, që banonte 2 shtëpi më tej, më tha, mos u dorëzo, birë. E di që nuk je ti, fjalët e saj më dhan forcë, hetuesi vazhdonte kërkimet. Një ditë më thiri në zyrë dhe më tregoi diçka që më la pa frym. Kemi gjetur gjurmë gishtash që nuk janë të tuat në një shishe në vend ngjarje. Dhe atën që nuk përputhet me ty po presim konfirmimin laboratori. Aty për herë të parë pas muajsh, ndjeva shpresë. Një shpresë e brisht, por e vërtet, në të njëjtën kohë, Iliri kishte filluar të shqetësoj. Ishte parë të largohej disa herë nga shtëpia natën. Dhe një natë, kur policia e ndoqi, e gjetën duke u përpjekur të kalonte kufirin në Kakavi. Aty gjithçka u bë e qartë. Në makinë kishte një valixhe me rroba, një shumë të madhe parash dhe dokumente që lidheshin drejt për drejt me borxhin ndaj babait tim. Ai u arrestua menjëherë, kur e mësova lajmin, qava. Nuk di nëse nga gëzimi apo nga tronditja. E vërteta po dilte më në fund, por kostoja ishte e madhe. Kisha humbur gjithçka, reputacionin, punën, dinjitetin tim. Por të paktën, më në fund, dikush do të dëgjonte historinë time, kështu nisi betejë ime për drejtësi. Një betejë që nuk ishte vetëm për të provuar pafajësinë time, por për të çliruar shpirtin tim nga një plagë që nuk do të mbyllej kurrë plotësisht. Babai im kishte vdekur. Dhe unë kisha mbetur me hijen e tij mbi shpinë, hijen e fajit, dhimbjes dhe kujtimeve që nuk zhduken, por një gjë e dija me siguri, nuk do të isha më viktim. Do të isha dëshmitari së vërtetës sime. Dhe ajo e vërtet sapo kishte filluar të dalë në dritë. Kur mendova se feri kishte marrë fund, më kuptova se kisha hyrë vetëm në rrethin e tij më të errët. Ditët në burg zvarriteshin si vitet dhe çdo natë e kalonte me syt ngulur në tavan, duke pyetur veten, a do të dalë ndonjëherë nga kjo errësirë? Qelia ishte e ftohtë, muret kishin aromë lagështie dhe dështimi. Zhurma e hekurave që përplaseshin çdo mëngjes më zgjonte më herët se çdo orë. Shokët e qelis ishin burra që kishin parë gjithçka, disa fajtor, disa viktima si unë. Por asnjëri nuk donte të dëgjonte historinë e tjetrit. Në burg, të gjithë ishim njësoj, numra pa fytyrë, në muajin e parë nuk folja me askën. Vetëm rija ulur në cep dhe kujtoja natën kur më arrestuan. Syt e policëve që më shihnin me përbuzje. Fjalët e prokurorit, motivi është i qartë, dhunë familjare për vite, hakmarrje. Dhe unë që ulja kokën, pa fjalë. S'kishte asgjë për të thënë. Fjalët ishin bërë të kota. Një ditë, në qeli hyri një avokat i ri. Quhej Ardit Kodra. E kishte marrë çështjen time falas, nga ndjenja e drejtësisë, tha. Nuk më del nga mendja mënyra si të shihnin, më tha ai, si një vrasës. Por diçka nuk më bin. Më kërkoi të tregoj gjithçka nga fillimi. Dhe unë fola. Fola për babain që më rrite, për borxhet e tij, për netët kur e dëgjoja duke u sharë me njerëz në telefon. Arditi më dëgjoi me kujdes dhe më në fund tha, ka diçka këtu që s'përputhet me dosjen. Ai nisi të hetonte për llogaritë bankare të babait, për borxhet e tij, për njerëzit me të cilët kishte pasur lidhje. Pas disa javësh më solli lajmin e parë që më dha shpresë.
një dëshmitar kishte parë një burr tjetër duke hyrë në shtëpinë tonë atë natë, një burr që punonte dikur me babain tim. Quhej Dritan Kasa, një biznesmen i falimentuar që babai i kishte dhënë para hua, por kur arditi kërkoi ta thërriste në gjykat, dëshmitari u tërhoq. Kam familje, tha ai. S'dua të lashe. Kjo më vrau më shumë se çdo rrahje që kisha marrë ndonjëherë. Një mbrëmje, ndërsa rria në qeli, roja solli një zarf. Brenda ishte një letër pa nënshkrim, e di kush e vrau babain tënë. Ai po përgatitet të largohet jashtë. Zemra më rahu fort. Ja dhash menjëherë Arditit. Ai nisi të ndjek gjurmët dhe pas pak javësh zbuloi që Dritani kishte shitur shtëpinë dhe kishte rezervuar një fluturim për në Greqi. Policia, e detyruar nga provat që Arditi kishte mbledhur, e ndaloi në kufi. Në makinën e tij gjetën një pistolet dhe disa dokumente të falsifikuara. Kur e morën në pyetje, ai fillimisht mohoi gjithçka, por në presionin e provave, më në fund pranoi, po, e vrava. Ai më detyroi shumë. Më kishte shkatëruar. Lajmi ra si bombë. Pas 3 vitesh në burg, më thirrën në zyrën e drejtorit. Je i lirë, më tha shkurt. Por ato fjalë nuk më sollën gëzim. Vetëm boshllëk. Sepse 3 vjet ishin zhdukur si rëra që rëshjet ndër gishta, kur dola, Tirana nuk më dukej më e njëjta. Njerëzit më shikonin me kureshtje, disa me mëshirë, disa me turp. Në shtëpinë time nuk kishte më zë. Muri ku babai më kishte goditur për herë të fundit, ishte ende me njoll gjaku. U ula në dysheme dhe qava, jo për babain, por për jetën që më kishin marrë. Arditi erdhi pas disa ditësh. Duhet ta rifillosh jetën, më tha. Të ndërtosh diçka nga hiçi. Ai më ndihmoi të gjej një punë në një punishtë druri. Aty, mes aromës së lëndës së parë, nisa të ndjej për herë të parë pas shumë vitesh se mund të marr frymë. Por plagët e shpirtit nuk shërohen me kaq. Netëve zgjohem ende nga ëndra, ku dëgjoj babain të bërtas. E shoh fytyrën e tij dhe nuk di nëse ndjej urrejtje apo mëshirë. Ai më la një trashëgimi të hidhur, frikën dhe fajin. Por një pjesë brenda meje dëshiron t'i fal të gjithë, edhe ata që më dënuan pa prova. Një ditë, ndërsa po punoja, një grua e moshuar më afrohet. Ishte fqinja jone e vjetër, që s'kishte folur me askënd kur ndodhi tragjedia. Ajo më pa me sy të lagur dhe më tha, unë e dija që nuk ishe ti, por s'kisha guxim të flisja. Më kapi dorën dhe qau. Ato lot më dogjen më shumë se çdo padrejtësi, sepse më kujtuan sa shumë njerëz heshtin për të shpëtuar veten. Ndërsa një njeri tjetër vuan në vend të tyre, me kalimin e kohës, nisa të shkruaj. Çdo natë, pas pune, u lesha dhe shkruaja kujtimet e mia. Jo për hakmarrje, por për të kujtuar. Për të mos lejuar që ajo që më ndodhi të mbulohet nga heshtja. Dhe në çdo faqe që shkruaja, ndjeja si pak nga bara më zbriste nga shpina. Një vit më vonë, libri im i vogël u botua. Nuk kishte shumë lexues, por disa njerëz më shkruan, historia jote më dha forcë. Kjo ishte shpërblimi im i vërtetë. Sepse kuptova se edhe dhimbja mund të shndërrohet në dritë, nëse e ndan. Dritani, vrasësi i babait tim, mori dënimin e tij. Por unë nuk shkova në gjykat për të parë vendimin. S'kisha nevojë. Drejtësia njerëzore kishte bërë të vetën, unë po kërkoja paqen time, që s'ka lidhje me hakmarrjen. Tani jetoj në një apartament të vogël në periferi të Tiranës. Çdo mëngjes pi kafen duke parë dritën që hyn nga dritarja dhe falenderoj Zotin që më dha forcë të mbijetoj. Jeta më ka rrëzuar shumë herë, por s'ma ka marrë dot shpirtin. Në fund, kuptova diçka që më ndryshoi përgjithmonë. Padrejtësia mund të burgos trupin, por jo shpirtin. Dhe e vërteta, sado që vonon, gjithmonë gjen rrugën për të dalë në dritë. Kanë kaluar tashmë 5 vjet që prej ditës kur dola nga burgu. Jeta ime është ndryshe tani, më e qetë. Më e thjeshtë, por e mbushur me kujtime që s'më lën të qetë. Ka ditë që ndihem sikur jam kthyer sërish në qelinë e ftohtë, veç se këtë herë muret janë brenda meje. Në mëngjes, kur shkoj në punë, kaloj pranë gjykatës ku dikur më dënuan.
Shikoj atë ndërtesë gri dhe ndjej një therrje në stomak. Sa jetë janë shkatëruar aty për faj të padrejtësisë, për fjalë të rreme, për frikë. Por një zë i brendshëm më thot, mos e ure, Arber. Aty linde për herë të dytë. Kam filluar të ndihmoj të rinj që kanë rënë në telashe me drejtësinë. Shkoj në një qendër rehabilitimi, ku flas me djemë që kanë bërë gabime, që ndihen të humbur. U tregoj historinë time. U them, nuk është fundi, derisa ti vendos ta mbyllësh librin. Kur më dëgjojnë, disa qajnë, disa më falenderojnë. Mua më duket si kur po shëroj plagën time përmes tyre, një mbrëmje, teksa po kthehesha në shtëpi, pash një djalë të vogël që po qante në rrugë. Iu afrova. Kishte një shenjë në faqe, si ajo që dikur më linte babai kur më godiste. E pyeta çfarë kishte ndodhur. Babi më rahu, më tha. Sytë e tij të friksuar më bën të ndal frymën. E mora për dore dhe e çova në komisariat. Nuk doja që historia ime të përsëritej te dikush tjetër, në ato momente kuptova se jeta ime kishte marrë një kuptim tjetër. Unë, që dikur isha viktim, tashmë isha bërë zë për të tjerët. Dhe ndoshta, kjo ishte mënyra e Zotit për të më dhënë një qëllim pas gjithë asaj dhimbjeje. Më vonë, mora një telefonat nga Arditi, avokati që më shpëtoi jetën. Arber, do të bëhet një dokumentar për rastin tënd. Duan që të flasësh. U mendova gjatë. Kishte kaluar kohë, plagët ishin ende të freskëta. Por pranova. Jo për famë, por sepse doja që njerëzit ta dinin sa lehtë mund të bëhesh fajtor pa faj. Në ditën e xhirimeve, u ula përballë kamerës. Përballë meje ishte dritë e fortë, por brenda vetes ndihesha më i qetë se kurrë. Fola për gjithçka, për babain, për burgun. Për momentin kur e vërteta doli në drigë. Kur mbarova, regjisori më pa në sy dhe më tha, kjo histori do t'u jap shpresë shumë njerëzve. Dokumentari u publikua disa muaj më vonë. Mora shumë mesazhe nga njerëz që ndiheshin të padrejtësuar, që më falenderonin që kisha folur. Disa më shkruan, tani e kuptoj që nuk jam vetëm. Dhe në çdo rresht që lexoja, ndjeja se dhimbja ime më në fund kishte marrë vlerë. Një ditë, ndërsa po ecja në park, pash një grua të moshuar të ulur në stol. Ishte Mira, nëna ime. Nuk e kisha parë që nga dita e varrimit të babait. Zemra më rahu fort. U afrova me ngurim. Ajo ngriti sytë dhe më pa. Arber. Zëri i saj u drodh. Të kam ndjekur në televizor. Të kam parë si je bërë. Më fal që heshta atëherë. Sytë mu mbushën me lodh. U ula pranë saj dhe e mora dorën. Nuk ke për çfarë të më kërkosh falje, i thash. Të gjithë kemi qenë viktima të tij në mënyrën tonë. Qëndruam në heshtje derisa dielli u ul pas kodrave të dajtit. Për herë të parë ndjeva se kisha rikthyer jo vetëm lirinë, por edhe familjen. Tani, çdo mbrëmje, para se të fle, ndes një qiri në kujtim të babait. Jo për të justifikuar atë që bëri, por për ta falur. Sepse kam kuptuar se falja është e vetmja mënyrë për të mos u kthyer më në burgun e zemrës. Jeta nuk më ktheu atë që humba. Por më mësoi diçka shumë më të vlefshme, se errësira është e përkohshme dhe se drita gjithmonë e gjen rrugën për të hyrë edhe në zemrat që dikur kanë qenë të thyra. Kështu përfundon historia ime, jo me urrejtje, por me paqe. Sepse ndonjëherë drejtësia më e madhe nuk është ajo që vjen nga gjykata, por ajo që gjen brenda vetes, kur më në fund arrin të thuash, nuk jam më viktim. Jam i gjallë.